se çdo stin në bjeshkët tona e ka bukurinë e vet. Por bjeshka e strelësit rrafshe shpat një gëshetim i rrallë i kësaj bukurie. Por është vetëm punë ditësh kur këto krijesa të vogla të varura në përgjinjtë të sëmë si top thalarosh do të mbesin pa ngrohtësi në këtij gjiri, sepse qenushja e bukur do të sulmojë për vdekjen nga qenë e bjeshkës. Sepse të vegjlit jetim të qenushës së Kalas tashmë janë rritur dhe nga njëri prej tyre ka dalë edhe ky shpirt i vogël si dhurata më e bukur e cila mbush zemrën gëzim në çdo çast. Por nga një lëmsh i bukur me gzofin e dendur bardhë dhe boj kafe, tashmë ai i shëmbëllen rosaku të shëmtuar me një kokë të madhe, vesh të kërleshur, lëkurë që me holl dhe me një bish të ndukur si të kafshuar me dhëmbë. E kot thirrje t'ju rikthehej deleve, sepse ai qëndron rreth e qark të banës edhe kur muzgu po sjell errësirën e natës, duke u bërë një me ngjyrat e cungjeve e të barit të tharë. Dhe kemi dhonë një ide, mbas shumë konsultime, mbas shumë projektime, që me u marrë një ujësjelës, një kru, një burim, i cili grumbullohet dhe ju shërben gjithve. Jo krejt burimet e një bjeshke me qenë të hymë në për gypa, në për... E kjo është e pa të lërushme sepse bujmë prishit të ekosistemit. Këta duhet me kuptu, këta duhet me mbrojt me fanatizëm çdo qytetar që shfrytëzon këtë bjeshkë. Ato mblidhen grumbull në lëndin përpara zbritjes tek lugjet e bjeshkës, ku do të pinë ujë para nisjes për në Kullosa. Këtu i kem lëgjë poshtë. A i mushni apo... Ja, është burimi aty si del vetë. Edhe kjo e kem dhe i majës të marrën, kështu? Për ujë s'pas ki problema? Ja, si vjetë i kem bo lëgjë të ri. Jetojmë në Zvicër, të jemi për pushimin, kantoncëri në Vinterdur. Qësa viti e kom jashtë? Që 27 vite. Ke marrë para 2 jave. Kemë edhe 1 javë, dalim qëto për pushime, vinë vend i mirë. Flad. Këtu ndjenjeri vetën ma mirë se jenë vend tonë. Është ndjenjë e papërshkruar. Këtu po ndashin me thik 2 botë të ndryshme. Ajo një familje që kishte dhuruar gjithë jetën pa u kursyer as më të mirësinë me asnjë kandar, dhe të tjerë që po godisnin në rastin e parë pas zgjedhë shënjestrën, sepse nga njëra palë asnjë alternativë, ndërsa nga pala tjetër shumë e marramendëse parash për të lejuar furnizimin 3 javor nga një burim i cili u përkiste të gjithëve. Përballë, kalaja madhështore rriste në gjirin e saj krah hapur, sepse aty ende 2 njerëz fisnike shpirtmëdhenj, të cilët asnjë begati, pasuri as trashëgimi e kësaj bote nuk i kishte mashtruar, as tjetërsuar deri në tuajsim në raport me familjen, farefisin, bashkëfshatarët, njeriu. Shtatori 2022, rrugën ka bjeshka e strelësit e gjën të përfunduar e me këtë një dritare e hapur për perspektiven e saj. Rrugës rreth 10 kilometrëshe, e cila fillon në grykën e strelësit dhe përfundon rreth majës së strelësit me mbi 2400 metra lartësi mbijetare, mbi kokë kurori bie kalaja e strelësit, e cila merr nga shkëlqimi i diellit në çdo stinë. Përballë dritareve harkore si në kështjellat e lashta, shtrihet pjesa dërmuese e Kosovës. Dhe përderisa në çdo agim rrezet e para të diellit trokasin në dritare, në prag të çdo perëndimi mbi kokën e saj shkëlqen dielli si margaritar. Edhe sot rruga me gur çon kastani vocër rrëz pishave, ku qenushja e vogël kësaj radhe pas ka ikur prej gjithëve për të shkrirë ngjyrat e bukura në barishtat e thara e rrënjtë e pishave. Një thirrje mjaftueshme të afrohet me qetësi, duke hedhë hapin me finesë si dhe rrahçe pallat prajshëm në natyrën e saj të paqët prej Angeli. E lindur si një kafshë përkthjelur, ajo struket në çdo prerë dhe reflekton përjetë e secili. Ajo sikur është krijuar për këto tablo parajsore, ku në një anë lartësohet maja madhe me të banishte rrugësit vizatuara me laps, aty pranë kullosin Bagtia e degët e pishës ku kolovajza përkundet nga era puthin qiellin e kaltër.
Pas pak javësh, në mbredhin shumë vjeçar do të gjojmë qenushin, e cila pas ka shkarkuar barrin e saj të bukur. 4 klysht shëndosh, të cilët me syç ka të mbyllur apo pinë qumsh në gjirin e saj të ngrohtë. Apo jeni mëna? Gjemel, ku të më qakej? Po të me të përgju ato gjuar. Në zonë. Dhe kështu do duhet vepronte derisa ata të rriten, se sa do i dëshiruar ngrohtësisë së secilit apo qetësisë së vet, instinkti i nënës e rikthen gjithmonë tek të vegjëlit e saj. Hajde ko, do një të beba, kima lak me lujt me tia, kima lak me lujt. Mërmoran motja i të hemsa. Të tha? Por është vetëm punë ditësh kur këto krijesa të vogla të varura në përgjinjtë të sëmës si top thalarosh do të mbesin pa ngrohtësi në këtij gjiri, sepse qenushja e bukur do të sulmojë për vdekjen nga qenë e bjeshkës. Të kota përpjeki ta shpëtonin. Ajo do të flinte për jetë nëpër këto lendina gjelbrore, duke lënë pas vetës 4 të vegjlit e saj, të cilët i kishte lindur në një grop të gërmuar, me thonë nën themelet e stanit, më përpjekin t'i mbronte nga gjithçka që mund t'i cenonte. Një shpëtim, të cilin s'mundi t'ja ofroi vetës në ditën kur u sulmua nga qenë në duart e Gjevahirës, e cila ja rriti të vegjlit jetim me duart e veta si një amanet të saj të pazë. Por se sa dhëmbje shkaktonike e kafshëve të dashura dhe sa boshllok lën pas vetës e ndjejnë shpirtrat e rrallë. Sepse therë se edhe vetëm këto syçka ende të paqelura të këtyre krijesave të pafajshme, të cilat nuk do ta njohin dëmën kurrë, ndërsa rrita e tyre do të thotë ndarje edhe ndërmjet vete. A vetë një? A një mija blabë? Një. Do të më shkua tjetë, a shë jek. Netët e ftohta kanë filluar dhe vjeshta e hershme e bjeshkës në prag. Mjegulla po pllakos ditë pas dite çdo cep të saj me ngjyrën e saj të hertë. Edhe erërat e forta do të përplasen në përpisha që rrethojnë kalanë gjigante, duke reflektuar bukurinë e pikturave të gjalla të bjeshkës, të cilave nuk ju mungojnë vizitat asnjëherë. Vetëm rënja e borës së parë zbret këtë familje nga bjeshka në të cilën qëndrojnë për 4-5 muaj, ndërsa restauranti vazhdon të mbajë dyert të hapur edhe gjatë dimrit për mysafirët të prenotuar.
sepse çdo stin në bjeshkët tona e ka bukurinë e vet. Por bjeshka e strellësit rrafsh e shpat një gërshetim i rrallë i kësaj bukurie. Pishat e spërkatura me borë si pem krishtlindje në faqe mali. Të banat në heshtjen e bukur si të fjetura në një organin e bardhë të dekoruar me të gjelbërtën e përjetshme të pishave. Rrafshi mbuluar me borë, me çatit si drita të ndezura, e liçeni si një copë akull i hedhur në mes. Ndaj rruga me borë gjithmonë e qarë nga makinat, të cilat ngjiten e zbresin në përborën e dendur, ndërsa çdo dritare të banave si sy të kthyer ka rrafshi në pritje të bjeshtarëve të cilët do të rikthehen me stinë të ngrohta si një orkestër plot ngjyra jete me zogj, lule e bakti të shkapërderdhura në përfushat e bleruara. Dhe kështu, muzgu i bjeshkës në përdrithijet e perëndimit si një diadem, së shpejti do të na zërë brenda të banës për të zgjuar në magjinë e stinës së re. Tashmë, zgjimi përditshëm përballë panoramës së rrafshit, diellit të korrikut dhe erës veror që valvit barin dhe qetëson shpirtin me farfurimin e lehtë. Klyshi i vogël, me të diktuar hapjen e dritares, del nga streha e përkohshme dhe vrapon me përpjekjen për të arritur një përqafim që për të don të thotë dashuri, ushqim e streh. I fokusuar në dritaren në kërkim të një fytyre, ai nuk dëgjon dot zërin që thret t'i afrohet, por hidhet si një kukull me bateri, ka ai njeri i dashur që po ushqente me dorë që nga shkputja nga gjiri në nënës pas 2 javësh të lindjes. Hajde, 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 hajde. Ndërsa edhe pas vrapit ka zëri që thëriste, kurreshtja e vogël e tërheq sa ka dritarja, sa ka kapela, për të mbështjellur pastaj plot gëzim në përkëmbë. Dhe teksa rrokulliset në përbar me urvatje të zër një miz që i sillet vërdall, nëna lan diçka në krua dhe mërmërit pa qejf. Hajde. Hajde, hajde. Gjurmim plot kurreshtja ambientit të ri dhe çdo shfaqje prej dika sjell pranë me të katra. Ajla.
Çaji I balsamit me hithra, pija preferuar për mëngjes, ndërsa klyshi ka përcjell me vështirësi barin e dendur. Dhe teksa pak balsam e hithra gati për një çaj të ngrohtë mëngjesi, ai I sa në hijen e gurëve gjigant, sa tek shtrati I përkohshëm për t'u grindur kohë pas kohe me leckën që shërben si mbuloj, deri në çastin kur Kali Laroshe dëbon me shfaqjen e papritur. Një banje në rrezet e diellit e domosdoshme për rritje të shëndetshme, por fresku I bjeshkës dallon nga vapa e rrafshit dhe prandaj tashmë dridhet si thu pranë ujë. Për kurreshtja të njoh botën përreth e rrëmben tek bagtit që po dalin në kullosa, se megjithse kafshë dhe në vend të logjikës mund të funksionojnë me instinktin, ai I sheh do dhe ndjen dhëmbje si çdo shpirt tjetër. Dhe prandaj kujdesi ndaj tij do të jetë gjithmonë njerëzor, siç do duhet të trajtojë çdo qenie e gjallë. I bujbola. Ndërsa një mëngjes I shishëm gjithmonë për një të vogël të sapo ndar nga gjiri së ëmës për ta kafshuar me shije, si dhe e kërkuar me hundën e vogël kur I humbet pa dashur dhe nuk di ta gjoj me shisën ende të pazhvilluar të nuhatjes. Pas banjës së mëngjesit, një pushim I përkohshëm mbi fshesë që pas pak të strukët në batanie në shtruar në bar, duke gërmuar me putrat e vogla në përfaqe libri. Dhe kur vëmendja që kërkon është e thelluar në librat kaq shumë të munguar nga dinamika për ditëshmërisë në rrafsh, ai I mblidhet kruspull për t'ia thënë një gjumi të thellë deri në ardhin e muzgut. Asnjë trazim nga zhurmat përreth, nga ardhja e bjeshtarëve të tjerë apo e gjallërisë së ditës. Maja gjigante e strelësit krenare në lartësi mbi 2300 metra përballë rrafshit të gjerë. Panoramat me bagtin që të kthejnë frymën e së kaluarës dhe japin frymën e së tashmës e të frymëzojnë me të ardhmen që premton. Çdo të bën një botë në vetë plot gjallëri, sikurse edhe këto hapësira ku ky shpirt I vocërit tashmë e kupton se ka ardhur kohë e gjumit, ndaj duke nuhatur kalimthi një copë të mbetur veze, ka përcjen me vrap për të ardhur tek streha e tij prej kartoni. Tërësia e tij e vockël dhe e pafuqishme një thirrje përgjëruese ta fusin brenda dere në netet e ftohta të bjeshkës, që si përballon dot trupi I tij I brisht.
dhe kështu musgu i bjeshkës do të na zërë të gjithëve brenda të banës për të zgjuar në magjinë e ditës së re. Edhe mëngjesi sot magji në vete dhe me panoramet e rrafshit liçenin sipas qyr, shpatijet me bari lule të banën përballë në përfarfurimin e kurorave gjelbrore, si dhe me kuaj të larosht në për lule e hetrat që kullosin barin ndërmjet gurve. Ky mozaik i larmishëm bjeshkës si vjet i plotësuar edhe me një shpirt të vogël, i cili si një lëmsh me këmbë hedh hapat me vështirësi në përbar lule e gur, sepse të vegjlit jetim të qenushës së Kalas tashmë janë rritur dhe nga njëri prej tyre ka dalë edhe ky shpirt i vogël si dhurata më e bukur, e cila mbush zemrën gëzim në çdo çast. Me të filloi edhe kjo verë plot për jetime të bukura gjallëri jetën në të banën Buz Drurit, që i mbijetoi fortunave të kaq shumë dimrave për të mbijetuar çdo pranverë. Se ndonë se krusur nga thyrit të shumta, ai ruajti shtratin e gjetheve si një fole, simbolike mikpritjes dhe bujarisë shekullore të shqiptarëve, si dhe ringjalljes së vazhdueshme të jetës në këto hapësira pasigërsisë së çdo stuhie. Të banishta përballej bukur si për herë me të banat e shkapërderdhura në Prishtinaj. Kalaja statike madhështore në rrezit e diellit e paraditës. Arja në të banën pranë saj rikthen kujtimet me qenushën e urtë, e cila tashmë prehet në një kënd të kësaj hapësire. Oborri i varfër pa praninë e saj të urtë dhe i dhëmshëm realiteti se trupi i saj i brisht është kafshuar për vdekje nga qenë të bjeshkës për t'i lënë pas vetës 4 klysht me syçkat ende të paqelura. Në gojët e Vockla i u mbeti veç shija qumshtit të së ëmës dhe ngrohtësia e perënduar shumë shpejt për t'u rritur nga kjo grua e kujdesshme e zemërmadhe, se cilës nuk i mungoi kurrë dashuria për njerëzit, kafshët, lulet, gjithë çfarë i begatoi jetën e saj. Uçoj kjo sa dhe ngishta, unë në ke kështë qërë, të më më qëva. Pësha. Ndaj ky topolak boj karamele, lindur nga njëri prej jetimëve të qenushës, Melisa, është jo vetëm dhuratë e bukur, por si një amanet i saj pa gojë.
I pa ta kërshit. Ai është argëtim për të mëdhenjët vegjël. Ai di të vrapoj pas secilit, të përcjell me lajka në çdo hap, të gjurmoj me kurreshtje çdo gjë që e rrethon, të kujiset kur i mungon diçka, të leh kur e pengon diçka, por të eci pa ndalur, pavarësisht pengesave, për të përplasur në bark vetëm pas lodhjes së madhe. Një paket plastike do t'jetë një streh tjetër përkohshme deri në porositjen e kasollës prej druri, sepse trupi i tij i vockël kërkon hapësirë shumë e pa të vogla edhe nevojat e tij, sa të mos ketë ftohtë, të mos ngelet i uritur apo të lihet i lirë që të eksplorojë botën rreth e qark. Sepse ai nuk ndalet sa me vrap në përbarin e dendur, sa i shtrirë në përgurët e oborrit, sa me gërmim në ndonjë copë dheu, apo me ecjen pa qëllim të caktuar në hapësirat e gjëra, edhe kur busolla e vogël e orienton gjithmonë ka një prehër, duke krijuar pa vetëdijshëm tablot më simpatike, si tani kur bisht ngrehur duket sa një pikë para majës gjigante të bjeshkës së strelësit. Rruga asfaltuar me tatpjetën me panoramet të bukura Vargevi kthejnë me lehtësi në rrafsh. Ndërsa qiellin e bjeshkës, me drithije të hënës rreth e qark mbi rrafshin me drita si një kadi fetës e deft, do ta shohim tek pas 2 muajsh dhe vetëm shtatori na rikthen në bjeshk me dëshirën të kapim edhe çastin më të fundit të mbetur nga kjo sezon. Barishtet rreth e qark të banës të thara tashmë, sikurse edhe klyshi i rritur dukshëm për kaq pak kohë. Këmbët e tija të forta mjaftueshëm sa të ndjekin në çdo hap pa ngecur në përbar si deri dje. Por nga një lëmsh i bukur me gzofin e dendur bardhë dhe boj kafe, tashmë ai i shëmbëllen rosaku të shëmtuar me një kokë të madhe, vesh të kërleshur, lëkurë që me holl dhe me një bisht të ndukur si të kafshuar me dhëmbë. Edhe natyra e tij është tjetërsuar dhe bërë më grindavece, duke përcjell me lehje çdo kafsh përreth vetes, ndaj frika se lehja e tij do të nxjisë sulmin e qenëve të deleve gjithmonë e pranishme. Të banat krit qeta në këtë fillim shtatori kur bjeshkëtar të pak kanë qëndruar në bjeshk, por era e bjeshkës dhe gugullima e gurrës lladisin e shuajnë ecjen si në çdo muaj tjetër. Kujtimet e dashura davariten nga prania e zhurmshme e qenushit, i cili pas 2 muajsh në balkonin e katit të 5 nuk u mësoi ka dot me praninë e kafshëve të tjera, ndaj lehit e vazhdueshme dhe herë të padurueshme për dikë që adhuron qetësinë apo zërat e bjeshkës. Del puccio. Hi. Veshur në kostumin e kadifejt me 2 vrima për këmbët e para dhe një të prerë hajmalit e barku që t'ja mbaj ngrohtë trupin me lkurën e ndukur, e bën edhe më komike natyrën e tij grindavece. I kot qortimi, sepse ai kështu vazhdon gjithkohën sikur të zotronte gjithë hapësirën rreth vetes, duke u hedhur para e prapa në këmbët e holla dhe me bishtin kroqe në përpjekje të dëbojë çdo gjë të gjallë veç njeriut.
Kullosat e thara, bagtit e ralla dhe shirat e kohë paskoshme, shenjat e parë të vjeshtës në prag. Një rebesh shiu edhe sot po lan të bane oborre, duke përtrirë në lugina shpatije, barin e tharë në këmbë. Veç lullet në bërgur të freskta, simbol I jetës që shpërthen dhe mbjeton edhe në kushtet më të jashtëzakonshme. Mjegulla dit pas dite po mbulon rrafshe bjeshk, duke unë gjitë përpjet si një tymi dendur deri në majën e madhe. Rrezet e diellit kohë pas kohë nxjerrin syrin e ndriçojnë të banishte rrugë përgjatë tyre. Me largimin e mjegullës edhe bartja e përditshme në terasën e fqinjit me arsenalin teknologjik si në një kabinet për hershëm pune. Teksa që nushi gjithë ditën e lume së rollatet lartë e poshtë si I çliruar nga bagtit që po rallohen ditë pas dite. Ndërsa jashtë I vockeli mjaftueshëm që të merret gjithë ditën me fshehjen e tij sa në një grop dheu në tjetrën. Por edhe në vlugun e gërmimit me thonjë me turinj, ai afrohet për pak si për të siguruar në praninë tonë dhe largohet për të vazhduar me gërmime e mbulime. Dhe kështu, kafsho groposte bulo vazhdon deri në arrin e muzgut, kur kopeja e deleve pas kullosës po ngjitet ka maja strelësit, përgjatë së cilës shtegu I malit I kthejn tek të banishta e shalës. Ndërsa ardhja e muzgut në pritje të darkës, të cilën e kërkon me gjestet që mëson t'i lexojnë në kafshët e veta secili që I kanë pronësi. Qeni kopes pas ka zbritur serish, sepse kjo kafsh nuk harron kurrë dorën që ushqen një herë. I humbur në rahatin e përhershme të kësaj të bane, ai ende I patrazuar në porobor, duke ngrënë nga ushqimi I hedhur. Por këlyshi që në këtë moshë po thua jeton vetëm në aromë e përpasoj ashtelkur, I ngjallet krimbi me ta vretur se dikush po ha ushqimin e tij. Ndërsa qeni I tufës qëndron rreth e qark të banës edhe kur muzgu po sjell errësirën e natës, e kot thirrja t'ju rikthehej deleve. Sepse ai qëndron rreth e qark të banës edhe kur muzgu po sjell errësirën e natës, duke u bërë një me ngjyrat e cungjeve e të barit të tharë. Zgjimi sot brenda panoramës së plot, por krejt të heshtur si në filmat pas zë.
Qenushi me të diktuar hapjen e dritares shfaqet pas këndit të banës, duke u hedhur pa pushim sa në një kënd në tjetrin, nga që ka mall apo është i uritur. Mungesa e diçka si shihet qartë në sytë kërkues, ndërsa turinjt i paska nxirr serish me gërmimin në fshehjen ndonjë ashti tjetër. Çfarë ke bo? Si ke zhyt ftyrën? Ku ke shti ftyrën? Ha? Ku? Panorama të tilla me tufa pothuaj të njëjta bagtish do të na presin edhe vitin tjetër kur fluturim do t'i kthehemi Bjeshkës për pushimet tona të përvitshme, sepse edhe të bana sikur thret t'i ndizet vatra serish brenda saj. Makinat lart e poshtë sa tek të banat e tyre sa për vizitë tek të afërmit apo vizita ditore në kala e në restorant. Por, për një çast brengos ngecja në furnizimin me ujë. Tentimi për të lëshuar krojën dështim, vrapi të banë burim krua për pjekje e kodë, sepse nuk funksiononte asgjë, sepse kësaj radhe nuk funksiononte asgjë. Mendimi i parë ndalje pa qëllimshme nga fqinjtë që s'ishin të informuar për daljen tonë në Bjeshkë, por nga thellësia e burimit as tingulli më i vogël i ujit. Ulja gur më gur për të evituar mungesën e valve. Përgjigja në telefon, burimi ku ishin furnizuar me ujë të pijes për rreth 2 dekada ishte mbyllur për një rezervuar më të madh për një lagje të vetme, ndërsa në të vjetrin ndonë si ndërtuar bashkarisht asnjë damar i vetëm dhe çështja për ta e mbyllur e vdekur. Këtu po ndashin me thik 2 botë të ndryshme. Ajo e një familje që kishte dhuruar gjithë jetën pa u kursyer as matërmirësinë me asnjë kandar, dhe të tjerë që po godisnin në rastin e parë pas zgjedhë shënjestrën, sepse nga njëra palë asnjë alternativë, ndërsa nga pala tjetër shumë amaramendse parash për të lejuar furnizimin 3 javor nga një burim i cili u përkiste të gjithëve. Burrat fisnik kishin vdekur e varrosur dhe me këtë edhe rendi i Bjeshkës për qasje të barabartë në të gjitha resurset. Asnjë zë, asnjë fjalë, asnjë ankim, asnjë rebelim, veç shpërbërjes brenda qastit të një bindje për fisnikëri e virtyte të proklamuara të himnizuara deri në qiell në këtë përplasje të papritur në realitetin e hekurt. Përballë, kalaja madhështore rriste në gjirin e saj krah hapur, sepse aty ende 2 njerëz fisnik e shpirtmëdhenj, të cilët asnjë begati, pasuri as trashëgimi i kësaj bote nuk i kishte mashtruar as tjetërsuar deri në tuajsim në raport me familjen, farefisin, bashkëfshatarët, njeriun. Si i rjedhoi të banës në të cilin ishte ndezur vatra për vite të tëra, në mungesë uji po i vendosi dryri për kohë të pacaktuar. Sfida e furnizimit me ujë në Bjeshkën e Strelcit po intensifikohet ditë pas dite dhe vetëm një alternativë e përgjithshme do të mundsonte zgjidhjen e këtij problemi si dhe çastin e barabartë të gjithë bjeshtarëve në burimet e ujit si një drejtë elementare për jetë.
sepse e përkra degradimit masiv të bjeshkës si dhe shitjes së paligjshme të pronave të bjeshkës nga individ të caktuar, ndër problematikat kryesore vazhdon të jetë uzurpimi i burimeve të ujit. Është një autoritet tjetër që është autoritet rajonal që është Drini. Mirë po, ajo që unë jam mundu me ndërtu si koncept në këtë qytet, në këtë komunë, është një diçka e veçantë, është më shumë se tepër e guximshme, ku kemi projektu dhe kemi nda buxhete për ndërtimin e këtyre ujësjellësve në përbjesht të komunës Zeçanit, ty e pas parasysh që ujtë e burimi duhet me qëndru në habitatin e vetë natyror, për shkak se bën prishjen e rëndit të ekosistemit në atë pjesë. Dhe kemi dhonë një ide, mas shumë konsultime, mas shumë projektime, që me marrë një ujësjellës, një kru, një burim, i cili grumbullohet dhe ju shërben gjithve. Jo krejt burimet e një bjeshke me qenë të hymë në për gypa, në për shkojnë deri të një stan ose të një stan tjetër ose të një stan tjetër. E kjo është e pa të lërushme sepse bujnë prishjet të ekosistemit. Këta duhet me kuptu, këta duhet me mbrojt me fanatizëm çdo qytetar që shfrytëzon këto bjeshke. A kemi me pas suksesin këtë farë pjese, unë besoj që po, në rast se dakordohemi edhe me kompaninë rajonale Hidrodrini, që me ndërtu këtu ujësjellës edhe me marrë në menaxhim ku duhet me qenë edhe ujtë të kontrollum, ku dikush duhet me boni pages, një taks për ato që e shfrytëzon, është aspekti i mirëmbajtjes, janë kushtet higjienike, teknika sanitare, cilësia e ujit që përdoret për këtyne. Në Strelcën e kem të lashën me ujtë e pijes mbrana komunitetit, mbrana fshatit të Strelcit tepër dhe të poshtmit, për shkak se ende kjo kompani nuk ka arrit me e fut në sistem komplet me regulativën e duhur, menaxhimin ose shfrytëzimin e këtij ujit. Sipas Ramosajt, krahas elektrifikimit të bjeshkës së Strelcit, zgjidhja e problemit të ujit të pijes mbetet prioritet. Zgjidhja ne tash jemi në hartimin e projektit, janë duke u bërë matjet, ta shohim cili është kapaciteti i një burimi atje, a mundet me shfrytëzu dhe me furnizu krejt stanishtën me ujë, apo nuk mundet, nëse kemi me marrë përgjigje pozitive, ne si komunë kemi nda një pjesë të buxhetit, po ashtu në bashkëpunim edhe me Hidrodrinin dhe kemi me realizu si projekt, është veç një interes personal, ndoshta mu ka bo fiksim e komplet jemi që krojet, burimet, duhet me qëndru në habitatin e vetë. Dhe duhet me qëndru për shkak se nuk mund është me ndru krejt ekosistemin se po dashka me pas një gyp që e qënë të ujtë dhe një stantonit. Si mas me duhet me bëhet zgjedhje alternative. Kështu nuk bëhet. Kështu nuk bëhet. Këto e di sakt që nuk bëhet. Cila zgjidhja për të kësaj zgjidhjes kryesore, po e presim matin, po e presim një përgjigje të profesionistëve, sepse jam profesionist i kësaj pjese, e ta shohim cila do të jetë zgjidhja alternative, ndoshta na vjen më shumë se 2-3 burime që me u grumbullu me pas krejt ajo pjesë ujtë pijes, mirë po që kjo është pak ma komplekse si temë. Për shkak se ti nuk mundesh me çu ujtë pijes, pse ju ka tek dikuj me ndërtu një stan ku s'ka pas stan kur. Ku s'ka pas as drejt tradicionale, ku është zonë strikte, ku është zonë që kategorizohet zone veçantë, mbrojtur ose zonë që nuk e hynë në funksion një banori, mirë po hynë në funksion shtetit, hynë në funksion komunës, hynë në funksion publikut. Zgjimi në kala ndër zgjimet më të bukura. Panorama shumë ngjyrëshe e lindjes së diellit në bjeshkën e Strelcit, shkrije hyjnore ngjyrash në horizont, qetësi e një paqeje qiellore. Madje edhe cicërima e zogjve e prajshme e zë vogël sikur duan të mos trazojnë një shpirt, të cilin e kishte braktisur gjumi shënor të para të agimit dhe me sy të përgjumur po shihte lindjen e diellit në një kënd tjetër bjeshke, teksa në përdegët e pishave nxirrte kokën e tij të ardhë. Magji që mund të pikturoj veç një dorë lartë, e sërish koka ka të bana, se cilës do duhet i hapi dera edhe sot si gjithë këto vite,
se ndonë se asnjë tablo i kësaj bjeshkës s'është më e plotë se nga ky vend, asnjë kala, kështjell as pallat nuk zëvendësonte dot brenda shpirtit prehjen e të banës familjare. Ndaj bukuria e ditëve brenda këtyre hapësirave, plot dashurie ngrohtësi farefisnore do të jetë e përgjysmuar, ndërsa qëndrimi brenda mureve të kësaj fortifikate madhështore do të ketë brenda ndjenjën e një të burgostre vullnetare, larg nënës plak, secilës s'ia barte dot shpirtit vinte në bjeshk me dryrin në të banën e vet. Dielli tash më ka ndriquar panoramën e gjerë të bjeshkës. Bagtit e para pulshohen nëpër kullosa. Edhe të banën tradicionale të qiftit të ri së shpejti do ta vërshojnë lope viça privatës drejt kullosave. Vrapi qenushit i pandalshëm me një shmangje të vogël në këtë obor të bukur, në të cilin ndonë se aktualisht nuk gjendet njeri, ai gjithmonë i rrethuar me pejsazhet magjiplota. Blegtori tjetër pas ka lshuar kopen e tij 10 kreshe. Ailshuta? Në cilin vend po i qënë? Nga Bolja jam. Sa lopi ke? Në Zoka. Çfarë race? Rase kuqe e mashme. Bushet, po, shumë mirë. Sa jenë mjelse? 6 mjeli. Sa litra i merë në ditë qumsht? Në këtë 10 e kom, nuk jam mjeli, vetëm një lop e kom mos e mjeli. E me nisë e mja mjel, e nuk rriten. Po, normal. E jesin e dvoce. E kur je dalë këtu? Jem dollë me 15 e qërshorë. Sa do më nej këtu? Deri në gjysë 7 orë. A për çdo vetë del, apo? Po, tash jem dollë penzije, djali tha, a sa të resh e ndili e më kollë, dele në vjesh, e di sene, therem, jo që to, i vjenë. Në të banën në pisha ku banon blegtori me bashkëshortin e fëmijët, zgjimet të hershme si për herë. Lopët po këndellen një nga një për të dalë varg e vijnë për lëndim. Ato mblidhen grumbull në lëndin për para zbritjes të kluzhit e bjeshkës, ku do të pinë ujë para nisjes për në kollosa. Këtu i kem lëgjë poshtë. A i moshni, apo... Ja, është borimi aty si del vetë. Edhe kjo e kem dhe i majes të marrën, kështu? Për ujë s'pas ki problema?
Ja, si vjetë kemë bolë është të ri, betonit. E ku janë aty? Një bisede shkurtër me blegtorin jep kuptim ditës si një fill bashkëbisedimi me këto familje bjeshktare, të cilët verojnë çdo vit në Bjeshk me fëmijë e bagti. Sorollatia e Xhenushit në përkëmbët e tyre e pa evitueshme, sepse ai po rritet në një egoist të papërmirësueshëm. Pas dita diellore plot shkëlqim, një meditim në Bregori mirë se ardhur, tashmë kur gjetja veç pak metra nga të bana familjare tortur në vete. Bisedat kalimthi me strelcian që ndalojnë me përshëndetje. Troku i kalit me karrocë tërheqët e poshtë. Xhenushi gëzimi vërtet për djalin e vogël dhe vrapi përbashkët kënaqësi për të dy. Qytetarë të profileve të ndryshme frekuentojnë vazhdimisht Bjeshkën e Strelësit me dëshirën e përhershme që me foto e video të ndalojnë kohën në hap.
Ky strelcian mërgjimtar duket se jep gjithçka për t'ua bërë familjes pushimin sa më mbreslënës. I mërguar në Zvicër që në moshë të re, ai ka ndërtuar me bashkëshortin e bukur një familje të shëndosh. Përshëndetje. Për nga po vini edhe ka një ka po shkoni? Po dalim me shëtit, po dalim deri te restorani që atje moja strellë, dalim pim kafe, shëtitim që shto me këta fëmijë e vllajt. Po jetoni këtu apo? Jo, në pushimi jem, jetojmë në Zvicër, po jem për pushimin, kanton Ciri në Vinterdur. Që sa vite jeton? Që 27 vite. Ke marrë para 2 javë, Kem edhe një javë, dalim qëto për pushime, vim vend i mirë, flad. Ju duket edhe të panin familjare keni këtu, apo? Po, kem atje në alt, po nga Strelci ult. Kur e keni ndërtu të banin edhe sa po vizitohet kjo, sa po... Para 15 vjetë, po tashti ma shumë, se para kun rruga shumë e keqe, tashti kanë asfaltu, mirë. Qa ka ndryshu rruga e jetën e ju? Po i ka ndryshu, shumë ka ndryshu. Me thonë qasja shumë e letë? Qasja shumë më e letë, për para veç me gjip, për ndryshë s'ka bo më ardhë, ose me traktarë, tashti vinë me kjera, vinë e vizitojnë, ka vizitojnë shumë mirë. Ma një ditë për i mëngjesit e mbrami si vizitar, apo mërgjimtar i yni në Bjeshkën e Strelcit? Pa unë e kom gjithfarë si hobi që shtu me kuaj, kom 3 kuaj, dalim o me shala shëtitim, shtu me kjera pak ma letë për fmi, mi kom pru këta për atjetë, veç për qef, shtu me... Dhe karocën i keni? Po, dhe karocën, po. Po, ja u leni në shërbim edhe vizitorëve tjera, po vetëm... Jo, vetëm për nevoja familjar, po dikush si t'ka qef, s'ka kur farë problemi. Me një fjallë si mërgjimtar pishion një jetën? Po, në gjdo kuptim. Sa fëmijë keni? 3. Me bashkëshortën sigurisht? Po, me bashkëshortën jam këtu. Po bashkëshortja nuk ka qef para kamera fort me... Po punën e madhe bënë e jam? Po, qysh jo. Atër një mesazh nga Bjeshka e Strelcit për ata që ende nuk e njohin apo nuk janë të vetëdijshëm në bukurisë? Miftoj të gjithë të vinë ta vizitojnë këtë bukuri. Është me të vërtet një vend i mirë. Jeni në Zvicër, jemi këtu, krahasimisht do me thonë bukuritë kemi të njëjta, por mënyra se si trajtojmë këto është ndryshe. Qa do t'ju thoshit ju qytetarëve tanë? Shumë ndryshe, po për fat ka nisë mu vedisua qytetarët, për fat të mirë, pekëshyrim të ashti, do anaj. Se për para konë me të vërtetë konë. Po shohim se do me thonë kanë rënu Bjeshkën goxha faqe. E kanë rënu, po ma mërmenja me kohën. Loj fjalësh e humor në afrojnë edhe tek bashkëshortja e tij e bukur dhe miqësore, e cila si bie Kaçanikut është lidhur ngushtë edhe me fshatin ku u banuse dhe me Bjeshkën e tyre ku thotë se gjën prehjen që nuk e gjën dot, as në Zvicrën e mrekullueshme. Një krahasim me Bjeshkën e Zvicrës. Cila është ndjenja atje dhe cila është ndjenja ka? Këtu ndjenjeri vetëm ma mirë se jenë vend tonin. Është ndjenjë e papërshkruar. Ajo thotë se në vend të pushimit në Bregdet kanë zgjedhë Bjeshkën. Bjeshka ma shumë për neve. Dhe prandaj porosit të gjithë ata që nuk e kanë provuar qëndrimin brenda këtyre hapësirave të vinë ta njohin këtë përjetim të veçantë. Të vinë, të ta shohin vetë, shohin se mundet njeri një farë pushimi me bo shumë të mirë. Një xhiro me karrocë do të vazhdojë deri te kalaja dhe në ndonjë kënd tjetër që pastaj të ndajmë rrugët për të shijuar bukuritë të tjera të Bjeshkës së Strelcit. Sepse ditët në kala do të vinë më të bukurat, por koka e syt ka dëbana familjare ku janë ngujuar kujtimit e kaq shumë stinëve. Ajo fole e dashur në pritje për përjetime të reja. Ndoshta në ditët në vijim do të bëj një zgjidhje, apo ndoshta mund të ndodhte mrekullia dhe nga burimet e shumta të Bjeshkës do të gjendoj ndonjë damar për çdo familje që do Bjeshkën dhe ka të drejtën e padiskutueshme ta shfrytëzojë. Për këtë të banë e cila u mbyll me dryme pa hir për kohë të pacaktuar. Sepse në këtë kala moderne ishte rahatia, por atje përtej ishte dashuria, trashëgimia familjare dhe shpirtërore, e cila s'të lë të qetë e të thret pa pra të jap prehjen e gjithë botës.